Sot kemi mësim të ri në matematik, mësimi I dytë nga mësimi I parë që bëm. Kush mi thot edukatores cili që numri që mësuam të veçojmë nga shumë element të tjerë? Numrin 4, bravo, numrin 4. Duke I numëruar një nga një, duke I hequr nga shumë të tjera, ne arritëm të numërojmë 4 element. Mirë, në rregull, 4 element. Tani, kurse sot, mbi tavolinë edukatoria kanë vendosur shumë mjete mësimi, të cilat do të na ndihmojnë të njohim numrin e ri. Të gjithë numrat I kemi të dukshëm, por njërin na është fshehur, nuk e dim kush është, akoma nuk e njohim dhe kemi vetëm me shenja. Të gjitha numrat e kemi zbuluar, zëvendësuar nga një shenjë në numër 1, nga 2 shenja në numër 2, nga 3 shenja në numër 3. Tu kemi 4 shenja që numërojmë kur ndajmë nga shumë të tjera, 1, 2, 3, 4. Tani dhe numri nuk e dim kush është. Do të shohim me anë të ushtrimeve se cili numër I përshtatet trenave tonë sot. Në rregull? Do ngrëmë në mësim fëmijë të ndryshëm për të formuar trenat e tyre. Mirë me edukatoret. Tani, do fillojmë me edukatoret me trenin e parë. Kush nga fëmijët vjen të më formoj trenin me një vagon? Let vi Casey të formoj trenin me një vagon. Gjej një çfarë do lodër aty dhe vendose këtu. Po, mere, vëre këtu. Vendose këtu. Tani, shikojmë këtu sa vagon ke vendosur për trenin të? Vetëm lokomotivën, a? Lokomotivën. E mendojmë sikur po formojmë trena me lodra. Tani, vetëm lokomotiva që quhet tërheqësia e parë e gjithë vagonave. Ashtu quhet, lokomotiva është tërheqësia e parë e gjithë vagonave. Tani, kush numri përshtatet kësaj njëshi që ke vënë ti këtu? Ku është njëshi? E gjen ti njëshi kush është? Ke numrat gjej njëshin aty. Ku është një shenjë? Ku është një shenjë? Ke letra? Tregojmë gishtë edukativ ku ka një. Ku ka një? Okej, se? Ku ka një? Shikoj kush është letra me një shenjë. Okej, se? Hajde, Amari, ndihmoj shoqen. Hajde, Amari. Kush është letra me një shenjë këtu? Bravo, vëre gishtin. Dhe kush është njëshi? Bravo. Okej, si mbaj mëm. Kjo një shenja identifikon këtë numrin këtu. Mere numrin dhe afroja pranë lokomotivës tënde. Mere numrin, ky është numri, sepse kemi zëvendësuar shenjën me numër. Okej, si. Mere numrin. Vendose pranë këtu. Pranë trenit tënd. Mirë. Tani, mirë, Kisi, mbaj mëm, ky është njëshi, kjo që është si vizë drejtë është njëshi dhe është zëvendësuar me kjo shenjën këtu. Tashi, mirë, shko ke vendi, mbaj mëm, Kisi, mbaj mëm njëshi, prandaj duhet vim çdo ditë në matematikë, që të njohim numrat. Kush e vën ushtrimin e dytë? Me që nxori ajo Medina, vjen Medina, ngriti dorë Medina. Tashi formon një tren me 2 vagona Medina. Ha, merr 2. Tren me 2 vagona. Ha me edukatoren. Vendose një këtu. Vendose një tjetër. Dhe një vagon tjetër. Ha, merr dhe një, se u të tash 2. Sa ke vënd ti këtu? Ha Medina. Po pse 2 janë këtu, këtu e ka vënë shoqja, ti sa ke vënd këtu? Një prapë se thua 2. Ti shikoj që ke vetëm një. Vazhdo për dhe një tjetër që të bën 2. Edhe një tjetër. Ha Medina. Vendosë edhe një. Ha, pra merr edhe një, mos u ta. Këtu, paralele me këtë. Te është treni jot këtu. Pra sa vagona vendose ti tani? Ha? Ha, sa vagona vendose? 2 prapë sa u dosh. 1, 2. Numëroj. 1, 2. Pra sa vagona vendose? 2. Gjej ku është 2 shenjë, kush është ai me 2 shenjë që përshtatet numrit tënd? Prit ke që edukatë, prit se edhe ti do bësh ushtrimin tënd. Ha. Ajo me 2, ku e ke 2 shenjë tash? Merre 2 shenjë? Merre 2 shenjë, jo këto, jo 2 shenjat. Merr 2 shenjë. 2 shenjë. Kjo, kush I përshtatet? Kujt numër? Kush 2 shenjë? Ja u kam bën edukatorja mësim, kush 2 shenjë? Ha? Shikoj njërë kush I përshtatet këtyre 2 shenjave, kush numër? Shikoj këtu Medina, mos u ta. Kush I përshtatet këtyre 2 shenjave? Ku është 2 shenjë? Drejtim me kë?
Mere pra, i është dyshi, vendose këtu. Pran treni tëm, në anë këtu. Pran treni tëm, 2. Këtu 1, këtu 2. Mirë, mbaj manë, shikoj të shi, dyshi. Vjen me pak hark edhe me një këmë. Kujdes, hes të shi. Hes ke vëndit. Një tjetër, kush vjen? Hajde me edukatoren Rajla. Duhet më bësh treni me 3 vagon. Vendos në rjesht 3 vagonat. Ke treni, poshtë treni të shoqës. Hajde. Gjithë çfarë do nga ato. 1, numëro. 1, këtu, poshtë treni të shoqës. 1, vazhdo. 3 vagona, do vësh 3. 2. Po këtu me edukatore, këtu të është këtu treni joti pari, i dyti dhe i treti, edhe 3. Shi prap këtu, këtu më edukatore. Në rjesë se është treni jot ky, është ky treni jot, ky është i pari, i dyti dhe i treti. Këtu, sa vagona vendose ti ke treni jot, Rajla? 3. Kush është ajo letra me 3 shenja, më trego me gjisht? Me 3 shenja, jo me 4. Kush është numëroj? 1, 2, 3, numëron. Po, dhe kush është numri që i përshtatet 3 shenjave? Gje 3-shin, ku është 3-shi? Ku është 3-shi? Bravo, vendos 3-shi, pran treni tëm. Këtu. Tashi, ky është numri 3, sepse sa vagona vendose ti? 3, 1. Tjetër vjen të bëj ushtrimin e fundit. Hajde Amari, një djalë njerë. Shikojmë edukatoren këtu. Kemi formuar shokën, më saktë kanë formuar 3 trena. Një me 1 vagon, një me 2 vagona dhe një me 3. Duhet vendosësh treni me 4 vagona. Bravo. Numëroj me zë, me zë. Po, 4, bravo, je shumë i mirë. Duke qenë se treni jot ka 4 vagona, cili numri i përshtatet? Ose më saktë ku shenjash? Shenja, ku janë 4 shenjat? Merë atë me 4 shenja? Jo, numëroj atë me 4 shenja. Ku janë 4 shenjat? 4 shenjat numëron. Bravo, atë merë letrën me 4 shenja në dorë? Letrën me 4 shenja. Ha, merë, kap do. Tashi, në trego edukator, sa shenja ka ajo letra? Numëroj? Pra 4 shenja, shikoj me edukator, ja dhe shokët, tregoj dhe shokëve, këteu nga shokët. Sa shenja ka letra jote? Pse, sa vagona kishe treni jo? 4 vagona ti zëvëndsohemi me një letër me 4 shenja. Po, asë është më mirë që si që janë zëvëndsuar këto vagonat e tjerë, i pari, i dyti dhe i treti me numra, a mund t'i zëvëndsojmë dhe ne këtë letër me 4 shenja me një numër të vetëm? Dhe e kthejmë tash këtë numrin kush është fshehur këtu mbrapa? Ktheje ti numrin ta shohim kush është fshehur. Bravo, tregoj shokëve, ky është numri 4 thuaj. Numri 4, dhe unë kam në dorë numrin 4 thuaj se kam tren me 4 vagona. Bravo, treni jot ka 4 vagona, je shumë i mirë. Vendose tash ke treni jot këtu. Numrin, daj tash edukatore pak më këtej, vendose tash aty. Je shumë i mirë, bravo. Ta shojmë edukatorët, bravo. Pra, numri 4, sepse janë 4 vagona. Ti shtojmë pak më këtej, që të krijojmë mundësinë të shohim më qartë me edukatoren. Tani, shikojmë grafikun tonë çfarë ka ndodhur. Nga treni më i vogël te treni më i madh. Shikojmë që numri i vagonave po zvoglohet apo po rritet? Po rritet, gjithmonë një e më tepër. Shikojmë këtu, gjithmonë një e më tepër. Vagoni i parë ishte me 1 vagon dhe re vendosëm numrin 1. Vagoni i dytë me 2 vagona vendosëm numrin 2. Vagoni i tretë me 3 vagona vendosëm numrin 3 dhe treni i fundit që i bëri Amari me 4 vagona dhe vendosi zbuloi numrin 4. Tashi, le ta shkruajmë në ajër me dorë numrin 4 si të bën edukatorja. Bëni një vizë kështu, theri dorën kështu, edhe një vizë tjetër. Edhe njerë, 1, 2, 3. Edhe njerë, 1, 2, 3. Pra janë 3 vija që bashkohen për të formuar një numër, që është numri 4. Bravo. Tani, po, sot formuam grafikun e numrit 4 me 4 trena dhe 4 vagon ka treni i fundit. Që e bëri Amari dhe bravo Amari për plasje duash për Amarin. Edukatorin do ngrënë dhe fëmijë të tjerë, ta bëjnë ushtrimin prap. Tani do ngrënë edukatorin dhe disa fëmijë të tjerë për të parë
sakt e bëjnë trenin e tyre dhe me çfarë numri e shoqërojnë. Perla, hajde ke eduatore. Bëj gati fëmijët e tjerë. Më formo trenin me një vagon. Gjithë çfarë do lodra aty dhe vendose këtu. Ha, merr një çfarë do. Merr, bebe do ti, bebe, vëre këtu bebe. Vëre beben aty. Tashi, Perla, sa ashtu lodra ke vendosur aty? Një. Kush është letra me shenjë? Ma trego me gisht? Letra me një shenjë, me një shenjë. Kjo, bravo. Atëre këtë i kemi të zëvendësuar me numrin. Kush është numri që duhet marrësh ti? Merre ti që duhet. Bravo, je shumë e mirë. Pra ti more në dorë numrin 1, thuaj shokëve, mbaj këtë kështu. Thuaj, un kam në dorë numrin 1 sepse treni im ka një vagon. Ha. Un kam në dorë, thuaj shokëve. Numrin 1, se treni im ka një vagon. Ha? Bravo, vendose tash pranë trenit tënd. Vendose pranë trenit tënd. Ha. Vendose pranë trenit tënd. Ha me edukatoren, vendose këtu. Bravo. Pra, vendosëm numrin 1 pranë trenit tënd, që kemi zgjedhur një kukull tash, ja? Mirë. Kush tjetër vjen me edukatoren që të formoj trenin e dytë? Kush vjen? Ha? Kush? Ti vogël, si? Anajdi të vi këtu? Hajde Anajdi. Hajde edukatoria. Numëroj 1-2 lodra këtu. Merre lodër aty dhe vendose këtu. Anajdi. Lese merr vet. Merre një. Ja mori helikopterin. Bravo. Vendos jap një edukator këtu. Merr edhe një helikopter tjetër. Edhe një tjetër Anajdi. Merr edhe një tjetër. Bravo. Vendose këtu. U bën 2 helikopter. Anajdi, shef edukatore? Çfarë numri do marrësh ti këtu te këto 2 helikopterët? Kjo këtu, jo, atë ka vënë shoqja, lëre këtu. Jo këtë. Të këtu. Të ndihmoj edukatoria? Këtu. Anajdi, shef edukatorin tash? Se lëre këtu, thuaj shokëve, u kam në dorë. Numrin 2. Se kam vendosur te treni im 2 vagona. 2 vagona. Vjerë ta vendos edukatoria këtu, je bravo. Bravo Amari. Anajdi. Tani një fëmijë tjetër, kush vjen? Alea. Kush? Alea. Më formo trenin me 3 vagon. Ha me edukatorët. 3 vagon, merr çfarë do aty. Kujdes. Merre. Vendose tash me edukatoren. Këtu, mbas shokut, këtu, në rresht. 1, vazhdo merr tjetër. 2, merr tjetër, që të bëjnë 3 vagon. Edhe numëron 1, 2, 3. Bravo. Sa vagon ka treni yt? 3. Cili numër i përshtatet trenit të? Merre 3-shin, afroj ke treni jot. 3-shin. Po, vendose aty këtu. Thuaj një shokëve, pse i mban në dorë numrin 3? Ha, un kam në dorë thuaj numrin 3. 3, se treni im ka 3 vagon. 3 vagon. Bravo, vendose tash aty. Vendose treni, numrin, po, bravo. Pra, u bën 3 trena. Shiko çfarë ndon trenave ton, po bëhen më të vjegjën apo më të mëdhej? Ha? Bravo, gjithmonë po bëhen më të mëdhej, po shtohet numri i vagonëve. Mirë, edhe numri po bëhet gjithmonë më i. Bravo, je shumë e mirë. Ec. Kush tjetër vjen? Ha? Amelia, hajde këtu. Tashi, duat më bësh trenin me 4 vagon. Duke numëruar, fillon. Merr gjëra të tjera, mos merr vetëm bebe. Ka me edukator, merr kuba. 1, numëro. 1, vazhdo. 2, vërin rjesht, ha? Në rjesht. Se treni i ka njëra mas tjetrës vagon. Po dhe 4. Sa vagona more ti, Amelia? 4. Pra treni jot sa vagona ka? 4. Cili numër i përshtatet që ne mësuam ta njohim sot? Gjej 4 ku është aty. Zbuloje, kujdes, mos e ngacmoni Anajdin. Atëre vendose dhe numrin 4 këtu. Vendose këtu me edukatoren. Ashtu dhe. Prit, kujdes. I shtym këto dhe më këtej që dali më e dukshme grafiku, të shifet më mirë. Shiko me edukatorin këtu. Ashtu, 1, 2, 3, shprit.
Pra, trenat ton tash Amelia po bëhen më të vegjël apo më të mëdhenj? Gjithmonë më të mëdhenj. Pse numrat ton vinë duke u zvogluar apo duke u zmadhuar? Ha? Numrat ton vinë duke u zvogluar apo duke u zmadhuar? Ha, trenat, a janë më të vegjël tash apo më të mëdhenj? Po dhe numrat janë më të vegjël apo më të mëdhenj? E pra më të mëdhenj, sepse trenat ton vinë duke u zmadhuar. Shikoni? 1 vagon, 2, 3 vagona dhe 4. Pra numri vjen duke u rritur. Mirë, shko ke vendi. Ani, hajde dhe më formoj një tren me 4 vagon. Gjenje, çfarë do lloj lodrash aty dhe formoj një tren me 4 vagona. Ha? Atë morët parë traktorin. Vendose këtu. 1, 4 vagon, duke rreshtuar të formohet numri 4. Vazhdo. 1, vazhdo. Kush vjen mas njëshit? Kush vjen mas njëshit? Ha? 2, vazhdo numëro. 3, numëro me Z. O no, e numëro me Z. Dhe 4. Numëroj tash 1 për 1, fillo. 1. Ha? Ha? Po? 4. Pra vendose 4 vagona. Atere, kujdojmë në këto. Treni jot ka, sa vagona kishte? Grizori, sa vagona kishte treni yt? Ha? 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 Po mos numëro rrotat, numëro vagonat edukatore, janë këto vagonat. Numëro. Së tha njëri rrotat e makinës, këto. Po edukatore, këto numëro. Ha? Po? Po? 4. Sa vagona do më dhe numërove? 4, se po ndihmon dhe shoqja, 4. Atëhere, cili numër duhet të afrojmë këtu, ne? Cili numër duhet të afrojmë këtu pranë vagonve? Ha, Noe, ngri kokën. Cili numër duhet të formojmë? Noe, cili numër duhet të sjedhim këtu? Po mere 4, më Noe. Ha, më Noe, ha. Hajde këtu, s'kajde, vendose 4. Thuaj shoke, unë kam në dorë numrin 4. Grizërin, unë kam në dorë numrin 4. Se kam 4 vagona. Vagona, vendose këtu. Vendose këtu. Atëherë shikoj me edukatoren. Trenat ton po bëhen më të vegjël apo më të mëdhenj? Ha? Si më të vegjël? I vogli është 1, 2, 3 dhe 4. Ti ke me më shumë vagona trenin ton. Si që kanë më të vegjël? Ka fëmi, trenat ton po rriten, po bëjnë më të mëdhenj apo më të vegjël? Më të mëdhenj, pra. Në fillim ishte 1 vagon, pastaj u bën 2, pastaj u bën 3 dhe në fund 4. Pra, numri vagonëve vjen duke u rritur. Grafiku jonë sot na mësoi edukatore që të njohim numrin e ri. Që e zëvendësuam nga 4 shenja në një numër të vetëm që është numri 4. Ashtu si kemi bërë edhe me shenjat e tjera, që një shenjë ka zëvendësuar 1-shin, 2 shenja e ka zëvendësuar 2-shi, 3 shenja i ka zëvendësuar 3-shi dhe 4 shenjat e sotme i ka zëvendësuar numri i ri që po mësojmë sot numri 4. Ka kushit do edukatore, cili numër mësuam të njohim sot? Bravo! Pra, trenat ton na mësuan sot numrin 4. Bravo. Numri jon vjen duke zvogluar apo duke u rritur? Bravo. Jeni shumë